Një duar trokitje kështu nga të gjithë ata që po na shohin për nana tona shqiptare të cilat gjithmonë kanë qenë në kuzhinë edhe kanë përgatitur. Mirë, po me thonë drejtën 10 ose 11 vitet e fundit, bashkëshorti jam përgatit bukën për neve. Ka pasion më të madh apo? Jo, e ka si profesion dytë, me thonë, tëreshme me thonë, si profesion dytë, edhe nikosisht e kemi një fermë në fshatin Koshtov, edhe u dashke bajke një kohë të madhe mja kushtu punës. Fermës, po. Po, edhe mas ne jaj e shiket arsyshme për shëndetit e ti për qatë kohë ish ma e mirë, për shembull kuzhina mbrana me punu, e unë pak ma shumë i kumë dhënë rëndësi jashtë me punu. Po, do me thënë... Një koordinu në qatë mënyrë që aje ka marrë përgjegjësinë masive që dhe ka një uri, e ka marrë qatë përgjegjësi, do me thonë, për me... Përgatimet në shtëpi, për drekën, mas ne kemi vazhdu edhe në qytet, do me thonë, edhe jashtë fermës, kemi vazhdu vazhdimisht çdo herë bëm për gjithë neve dhe për musafirë dhe për krejt. Kjo është fuqia e gruas, që të punoj edhe si përmarrëse suksesshme në këtë rasti që një o zonja Hatigje. Gjithmonë me krahun e saj të djathtë, në këtë rast që është bashkëshorti, sepse kur jemi për njëri tjetrin, atëherë nuk ka sukses familja. Kjo është, më thënë, ajo baza, besoj, që kemi mësu ne nga ju. Po, edhe është një pjesë edukatës dhe për djemët e mi, nesër mas nesër let janë edhe ata në shërbim familjes që si forme. E vërtet, e vërtet. Fëmijët mësojnë që ka shohin e jo që ka rjuthua një farë forme. Qëka do të nga përgatisësh sot? Unë sot ku marë si recept, e ku marë një recept me misht bardh. Po. Të cilat vetë se i keni për shkak të kohës. Po, për shkak të kohës limitume. E ku marë me bo misht bardh, me perime, masi që na duhet edhe koha ma e shpejt më përgatit. Misht bardh, perime të fërgume edhe nikosisht orizi i zirë. Shoqërohet, do me thonë kjo... Mishi i bardh. Do me thonë, mishi i bardh është gjokë spule, të cilat i keni përzirë me disa erza. Po, e kemi marinu, biberzi, veget, kajan, me vaj ulliri, me qëto gjona. Kjo fërgohet, po mendoj në momentin që e shumë që, do me thonë, në kry fërgesa, mas ne filloj me perime, cila ka nevoj ma shumë me uskuq, po. Me nejtë mi temperaturë. Po, do me thonë, erzat janë çështje dëshirash, çfarë do lloj erzas që keni në shtëpi, mundeni me i përdorë dhe me i marinu se cilin në shtëpit e ti, shtëpit e veta. Uji veç nga ka vlu për orizin? Për orizin e në uj me krype edhe. Orizi është i pastruar? Po, i pastruar. Edhe në çfarë temperature e lejmë? Deri sa të vlon në temperaturë pak më të lartë, momentin që e ka pikën e vlimit, ja zvoglojmë temperaturën. Okej. Në anën tjetër, në tiganin e thellë, i skuqim të gjitha këto perime. Që kemi kungulleshk, spec të gjelbër, jeshile me tringjyra të verdhë dhe të kuqe, qep, hudër edhe këpurdha. Pastaj që kombinohen me sos të kuq domatesh, ka edhe pak disa si të vogël të keqapit, shkaku për shije pak ma të theksume. Okej. E nisim qështu. Unë e po të ndimoj, në ashtë asë pengoj si asistente, a? Jo, faleminderit shumë. A ka ushqime të cilat nuk i pëlqen familja, të cilat nuk i përdorni shumë? Nuk e di për besna, edhe kemi ba një farndarje me shukon, unë jam kryesisht për bruma, po mendoj. Për pite, fja. Po, ajo është për qëto ushqime, për shambull ma... Që hahen edhe pa bukë edhe pa brokë. Edhe zakonisht fëmijët jetojnë jashtë edhe i përshëndes shumë. I përshëndesim të gjithë fëmijët e zonjës Hatigje, por të gjithë ata fëmijët të cilët janë jashtë edhe janë duke na përcjellur edhe janë gjithmonë në mendje tona. Edhe kur vinë, do me thonë, në përpushime, çdo herë kanë si meny, po mendoj prej... E përgatisni ndonjë meny, a? Po, edhe normal ata dalin furnizojnë, mas ne çka të kanë dëshirë, shumë rrallë ju ndodhë me hangër jashtë. Vëden qdo herë kanë qef ushqime të valës me hangër. Okej, e nisim pra, do më thonë me cilën e qitë një ma përpara. Mishi i shkon mirë me qenë gjithmonë i shkrim për mës me ra, mës me kalu në shok. Se bëhet shumë ma i shishëm nëse është për shembull me temperaturë dhomës.
Kjo është ja vlen me ditë për shembull për... Që mos me shpejtu procedurën me umbush me ujë... Jo, edhe një farë forme kalon si në shok. Ajo temperatura shumë nxehtë e shumë ftoftë. Atëherë të parat jo është mishi. Po. Kemi prej në njërë të zgjatur, u thirrët një prerje kineze. Edhe, du me thonë, të heqën e qëtu, ma mirë, me ko, sa e ke pasë një ati gjë kuzhina, po s'ti najtë e gati me një herë? po. Atë zvoglojnë që temperaturë? Po. Pastaj të gjitha me radha. Po. Atë janë alë edhe pak orizi? Jo, orizet po. Orizet mund është me andal edhe pak. Veç filloj me ardhë, aroma e mirë. Po, valla une si me ndë isha këshilu shumë, edhe treja që me zi, shumë shpesh me zi se familja Tavolina i bashkon njerëzit. E di, është e vërtet. Sidomos tash që jemi edhe në muajin e Ramazanit, ato iftaret e bëjnë të vetën, na bashkojnë, të paktën në këtë muaj. Sepse jemi shpërnda shumë si familje, dikur familjet shqiptare kanë qenë shumë bashkë, por që kove të fundit, normalisht, puna e bën të vetën, se cili me punë, me angazhime, nuk po kemi kohë për njëri tjetrin, ndërka që sofra e iftarit, apo tryeza e iftarit, na bën bashkë domosdoshmërisht, sepse kemi me sekonda, me minuta për me... Kemi luk drunit, apo? Po kemi edhe luk drunit, janë fijok këtu, që unë të asistoj, lirisht, qka dush mundesh me më kërku, sepse e di që është me punu në kuzhin të huj, që thojnë. A zonja ati që? Po. Jo shumë, një ambient shumë vëllitët. Edhe ju përgësoj për emisionet e lojlojshme që i kemi. Faleminderit. Në fakt, emisionet nuk do të bëheshin të mira nëse nuk kemi bashkëpunime me zonja si ju, me mësafir, sepse e kam thënë gjithmonë në emisione të mia që së pari falenderojmë të gjitha atyre që vinë, e më pas stafit e shikuesve të cilët na shikojnë. Sepse pa ju vërtet nuk kishim mujt me bo asgjë. Nuk do t'ishte arsyeshme kur gjoheq me dalën me fol vetë këto. Normal. Ju thoni shumë shpesh, zonja Hatigje. Po, kone fundit më ka ra me urtu, dhe me thonë, një 8 vite, një 8 muaj faktikisht kam qenë në Finland, ku kam punu, dhe me thonë, një 7 muaj e tyne. Po. Edhe jemi këtu në Kosovë për një kohë, e kom vizitu fëmin ka i keme, mas ne një kosisht, tash kom me utu të vajza në Paris, mas te reja tjeshtë në Finland. Vajza është në Paris? Po. Pastaj fëmijet të tjerë në vendet të tjera? Vajzë në Suedi është me 3 fëmijëve, sa jam kry prej saj. Edhe është e martume atje. Po, është koha ma e mirë kër i ajo ka kry Akademinë e Arteve dhe atje është në përpjekje me punu në Arsen. është dhe qka punon pjesë. Mas në ideali, 3 djemi kënë Finland, njën ata si për Mars. Po, atje. Në tyne, po. Njën e një kosisht edhe kontrabasist është krenari, edhe fjolla ma e vogla është inxhinjeri e vërtet edhe në historianë Gjermani e kom. Pak më arru, për vitri kom qenë kaj. Edhe një kosisht fjolla është inxhinjeri e ushqimit që jetë në Paris. Shpresoj që fëmit e ke pa në ato shakate të ryezës duke ngrënë bukë, gjithmonë i dhënohen, kur thonjë mu po më harron, mu po më dënë ma shumë, ose atë po e dënë ma shumë. Si është dashuria e nanës për fëmit? Sidomos ku shpërndahet në shumë fëmi? Nuk e di përves. Mu qka po më bënë përshtypje shumë me theksuni diqka që e ka një lidhje shumë të afërt me zveti, sa që ndodhë shumë gjana i zhvillojnë ata me zveti pa e ditë nga prindës. Po. Të me thonë, e ka një lidhje të afërt, kështu që mu shumë bënë përshtypje që ajo, do me thonë që janë të lidhur. Do me thonë, edhe pse s'na kanë momente caktu me neve afër, çdo herë ka njëri tjetër, bile s'paku me telefon,
edhe u thonë shpesh me këshilla, me njëni tjetrin. E po kjo është që thonë qëfar mbjell do të korë, është sigurisht që ju keni qenë ata që e keni mbajtur lidhje? Po, dhe tavolinën e kemi pas në shpiton shumë, do me thonë gjithmonë e mbushur. Kanë të ryeza për krejt njerëzit, do me thonë jo veç për familjarë, po kemi pas shumë edhe njerëz tjerë që na kanë vizituar, na dojnë, dhe i dojnë, dhe qështë. Sa, vetëm gjatë verës mblidheni, gjatë dimrit shkoni vizitoni ju fëmijët? Po, gjatë verës zakonisht në fermë ku punojmë dhe jetojmë, po mendoj që tash për momentin kësaj vere nuk u mujt, veç që e kemi zakonisht në përgjithësi shkoni atje. Projektin, ama 9 vite ma herë, do me thonë, vend takimi jonë ka qenë fermë. Po. Do me thonë, është boj investim bukur i madh, edhe njëkohësisht takohëm ati krejt. Sigurisht, kur përflasim për një si përflasje, keni edhe shumë punëtor aty? Jo përbis, apo të gjitha angazhimet i keni? Po, mirë mbajtja e arës edhe lajtis, bashkëpunojmë zakonisht me njerëz që na vinë, e punojnë që atë gjatë kohës të vjeljes, po, krasitjen, vjeljen ato këto, mirë po kështu vazhdimisht jo, se një pjesë bukur e madhe u krye punës, e tash për shembull e përcjellëm unë e shoku dhe deri para 2 vjetë e kum pas djalin. Po. Mirë po tash ai që ka shku ndodh me marrë punëtor, po. Po, e vërtet. Çka të bëjmë? Nëse duhet një piron? Po, është mirë me përzi. Jo, mjafton, po mendoj veç edhe pak derisa, edhe ka mundësi me mirë është. Në bazë të aromës, erës që po e shok, ka edhe këri? Po. Sigurisht duke pasur shumë fëmijë zonja ati që keni edhe mesa e një pa? Po. I kam 3, do me thonë 2 vajza, i ka vajza matë dhe një djallë. Djalli tjetër që është në Finlandë është, i ka 2 djemë e një vajzë. Në Gjermani djalli tjetër e ka veç një djallë, edhe djalli tjetër që është në Finlandë e ka shpret një vajzë, edhe vajza vogël e ka një djallë. Më thonë se me jetë gjatë. Me jetë gjatë. Diku 10 po. Po, mjaftushëm kemi edhe shpresojmë hala ma shumë me... Janë me fatë nipat edhe mbesa që kanë një fermë, edhe kanë ku të arktohen gjatë stinës së verës. është shumë e rëndësishme edhe si rritet fëmiu, si sheh, qka sheh. Beson që ndodhë me i refuzu pushimet tjetër konë, gjitho herë kanë qef në orë. Se janë shumë, edhe natyrën e mënyrën e punës që kemi bërë aty, me pas liri për gjithë shka. Po. Kemi bërë jo një bazen vogël, për shambull, jo një trampolin, jo diqka. Një atmosferë Një atmosferë për fëmi. Ma të detit, ma të vikendit, verës, që me pas komforin me najtë. Po, edhe vend takim do me thonë për krejt, hapsirë sa dush, ajri është shumë i pastër. Ishte në Kushtova? Po, në Kushtova është, kemi pas një parcel se do me thonë trashëgimi e shokut. Po. Edhe mas nej... E keni zhvillu, po. Po, djemë kanë dash me investu atje, edhe mas nej na me shokun e kemi përcjell dhe me qa djallin. Po. Vazhdimësime me në gjuhu, mas nej u zhvillu, po 10 vite në mvejtës bukur, shumë bukur. Është shumë e rëndësishme kur shfrytëzohet toka, zonja Atigje. E jo vetëm të ri me prit çmimin se sa po rritet edhe me shit, sepse në përgjithësi ka humb kjo koha që shfrytëzohet toka. Unë e preferoj me hjek këta. Që mos më skuq ma shumë. Me hjek, me i skuq në vazhdimësin që të mënyrë, me i skuq ato që ka nevoj ma tepër. Po. Do me thonë të qes kepën. A do në me ndimu nëse të duhet me ullë temperaturën, apo jo? Që tash e përcjellin? Mirë është, të dyja në letë pohon. Porvën edhe kungullishën për lana avonë. Kështë. Nga ka pushtu aroma e mirë, zonja Atigje. To zakonisht, përveç kungullit, në ishet zakonisht këto fahen edhe gjalla. Do me thonë, sa do që i len temperaturë, asë mund është me thonë shumë as pak. Mjafton me u zbut pak edhe qepa, po, specit, gjitha
Unë hahën edhe gjalla. Mendoj. Mjafton me marrë atë shijen e mishit, të cilën e keni marinu. Po. Shtoj dhe pak vaj të ullinit. Atë duhet krip, apo nuk ka nevoj? Po. Që me ta sjell. Po, ishtë ashtë dhe pak krip. Nuk e di, am duket mu, po nga praktika jo shumë e gjatë që kom në kuzhinë, kom vrej që kripa ndihmon shumë me uzbut perimet. Po, e vërtet është që ndihmon me uzbut, po tash kryesisht njerëzit që kanë probleme me shëndet. Me shëndet. Zakonisht e preferojnë kripën, po kur do që do më ashtu, një sasi shumë vogël, mas një kur do më ashtu, i shton vetë se cili. Në fakt, kuzhinat më të famshme, në restoranet më të famshme, nuk hedhin krip fare, as ndonjë melmes, ndoshta, por kripën ose sheqerin e anashkalon për shkak të shëndetit njerëzve, kërkesave, të cilat munden me apliku pak më vonë. Sigurisht. Orizi më duke gjithmonë zgjedhje shumë e mirë për drekë. Po, përbes, po. Në vend të bukës, bile kisha sugjeru që me përdor orizin, ose kur kemi patate, ose kur kemi oriz, mos me përdor bukën fare. Orizi është mjaftueshëm. Oke, atë ndihmoj me veç në rrjet, po, në rrjet. Që një rrjet po e marron? Se i gjojon e ma letë, po më duket. Ata kullojon? Po, mund është lirisht. Besoj e njëjta tenxherit duhet për me këthy, Orizi? Po, ka mundësi. Që mas mirë ti Që? vetë? Jo, e mirë është shumë. Shumë bukur është. Që më lejtë për mi këta. Qështu? Që është super. Një ide edhe për të gjitha ata të cilët po agjerojnë edhe presin me padërim orën e iftarit. Është një recet shumë e lehtë dhe shumë e shpejtë që zonja Hatigje po e ofron sot për të gjithë ne. Shta na zbutën pak ma shpejt specat, do me thonë. Po. E qita me kapak. Atëri i hodhëm edhe këpurdhat me kungulleshna, apo kungull mishi si shtohet ndryshe. Edhe i lëm edhe pak, 2-3 minuta ndoshta me u përzi bashk. Në fund i hedhim prap mishin. Prap mishin, po që mu bo shia e njëjtë, do me thonë mu bo shia me gjitha bashk. Edhe orizin aty, a? Po, orizin po mendoj një pjatë që ta marrëm, e qesëm... Që po e bëj gati pjatën. Okej. Që kjo pjatë po më duket i shkon shumë, edhe duket mas mirë ti. Okej. Ata losë? Orizin po. Ka shtu i qëru. E jemi në. Okej. Ata jap një luk? Mirë është. Okej, super. Orizi vetëm i zier gjithashtu është edhe shumë i shëndetshëm. Po. Kjo për një person tjetër. A, për 2 persona? Po, për 2 persona. Jo, nuk ka lidhje për... Me qënë se kemi, po i qesim për 2 persona. E qesim orizin pak si të shtrim. Ta shtë shufim
Ja, troj. Edhe mishin. Që dhe pak një 5 minuta maksimumi dhe shka bashkohet. Po të gjohet edhe ajo aroma shia e hudrës. Po? Hudra është një perim, në është ta muj me thonë qështu që shkon kudo më duket në kuzhinë. Hudra, po. Sepse ka të tillë që e përdorin vetëm qepën, por unë mendoj që kombinimi qep me hudër është gjithmonë i domosdoshëm. Na, hudrën e kemi, si kur me thonë mbretëresh, çdo përgatitje që bëhet, do me thonë, hudra është gjithmonë prezent. Është aty. Po. Bile zakonisht ka raste që ndodh me marë hudrën pak me prej, edhe me qit me fërgu pak me vaj ultullinit, ajo e lëshon, do me thonë, aromën, ose e lëngun e vetë më shumë, po. Edhe mas ne prape qesëm shishe e kullojmë, edhe kur do qoftë ushqimi krym, ajo veç e fundit. Sipër e hetë. Po, e bjen edhe do me thonë, edhe aja pshien edhe është shumë e shëndetshme. Është shumë e shëndetshme dhe e mirë. Edhe salatat, edhe në salata nëse e qëtë. Nështë ta s'kemi me marë na i kritik për i bashkëshortit, a zonja ati që... Se duke ditur që a i gatuan shumë mirë, mundet me na dhona i kritik. Në ka sugjeru prej shpis drejt me thonë, se po të thëmë ka vite, nashta muj me thonë 10 vite që... Nuk përgatisni të loj Po, ndimo e zi orizin, ose diqka ma përshie, do me thonë është... Aj që, po, që e apshien aj është. E kështu që në ka të regu krejt që ka me... ka sugjeru që ka me bo, e shpresoj që nuk do të shgënjej. Jo, asë një mënyrë. Nuk e besoj asë një herë. Edhe sos domate, sha? Po, sosin e domate, se edhe kjo e ka një pjesë, si me thonë, tartinës, edhe e bëm pak më të tartë. Po, po, me oriz zakonisht e preferojnë. Edhe keqapi? Po. Që e aplikon në fund fare? Po, edhe keqapin e praktikojmë shkaku pak një ambëlsia jepë. Po. Edhe një sasi pak. Sekreti për të bërë diçka të mirë në kuzhinë është gjithmonë edhe përzierja, jam duket, me nejt gati. Po, kjo është edhe pasullit si pastull që ishtë Po, duhet me përzi. Duhet me i nejt gati, se për ndryshe nuk... Po. Nëse nuk e përzin pasullin ose groshën, është ma me ujë më duket. Nëse gjatë procesit të zjerës shkon edhe e përcjell, e përzien në ndërkohë bëhet më kremoz, bëhet pak më i trash. Duhet fasullet? Po. Është. Tash sigurisht e lojmë edhe një 5 minuta të tjera. Po, për me lëshu shien njënën tjetërën edhe më bashku me bo lidhshmërinë. Po, lidhshmërinë. Kjo është, do me thonë, recetë shumë e shpejt, një ndër recetat e shpejta. Sidomos për vajzat e reja, për gratë që punojnë. Po, shumë sakt. Na e preferojmë shumë edhe bolgurin, do me thonë edhe a i bëha dikun 15 minuta 20, si orizis janë. Ky kombinim mund të bëhet edhe me bulgur, do me thonë. Po, edhe dikush e do në ashtë edhe me pasta. Po. Se kësë është problem. To lojrat e soseve veç me qka dënë, mund është me... Sigurisht, veç në bazë shijes. Kombinu. Besoj që është mjaftueshëm. E kemi nalë temperaturën tashma? Tashma e nalëm temperaturën. A të ndimoj me ndonjë lugë, a është e përshtatshme kjo për me marë? Jo, për besë. Jo, mirë është edhe me këta, hitë së është probleme dhe me këta e hekim. Tashe qesim e servojmë në pjatë.
me sy nuk do koment, po edhe me shije nuk kam dyshim që prap nuk do në koment. Shpresoj që do t'ju pëlqen. Që po e heqi këto edhe ta shroj. Ha, Bes? Aroma është shumë e mirë. Nëse donë, hajde edhe shioje nga afer, që shpo shioj unë. Zonja Atigje, vlerësoj shumë ardhjen tënde këtu, që e kënda me neve një pjesë të kuzhinës në shtëpinë tënde këtu me emisionin e Djela Vlen. Kjo ka mundësi me qenë edhe si porcion pak ma i madhë, se që po mendoj që preferojmë në atash pak ma me hongër ma pak, po ka mundësi mirë po ne kemi zgjedhë këtu që ti kemi vetëm dy edhe më nga pak. Dikush që është shumë e uritur edhe që punon shumë ose diçka e nështë në kështu mjaftu. Pa tjetër gjithmonë shoqërohet edhe me ndonjë supë ose salat, varsisht po me ka mundësi edhe në pjesë pjatës gjatë, diçka që donë me shoqëru për shembull, ka mundësi edhe ato. E vërtet, po kjo është ajo pjata kryesore që ne e dham si ide. Mas nisim bazë dëshirës, ka mundësi. Të falenderoj shumë zonja Atigje, faleminderit që na sollët shihen në shtëpisë tuaj, në shtëpinë tonë. Ju përgëzoj për emisionin, për këtë emision, mirë po edhe për tjerat, se zakonisht i përcjellim e Djela Vlen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit që sollët dhe sillni gjithmonë shtëpitë tuaja. Edhe urime festa Ramazanit për gjithë agjerusit. Ja uroj festën e Ramazanit. Faleminderit shumë. Shikues dashur, ishte zonja Atigje Kushutova, një sipërmarrëse e suksesshme, e cila ja del të jetë një nënë e mirë, një gjyshe e mirë, e gjithashtu edhe një superpunëtore si sipërmarrëse, e gjithashtu një kuzhinjere shumë e mirë që na dha një ide se çfarë mund të bëjmë sot. Shikues të dashur, ne do të shkëputemi tani me marketing dhe kthehemi në pjesët e tjera të emisionit e Djela Vlen.